ta rambi mua, në rënoja prap të tu, të jetoj pa ty javlen, apo s'javlen. Me ty kam jetuar, në parajsën e pashkruar, a ka ngelur një arsye që të kthen. Haroje, haroje, me vete në beteja ditë e natë. Haroje, haroje, të dua edhe pse më mbani natë. Dua të më duash vetëm ti, se pa erën tënde s'mund të ri. Dua të dua vetëm mu, se të dua çdo sekond më shumë. Dua të më duash ti për jetë, të humbësh ti nuk është e lehtë. Dua të dua sa të vdes, dhe në botën tjetër do të pres. Zonja dhe zotrinj, Arsi Bako në studion e Qasti i dur, zemra ime ti, sepse unë dhe Arsi kemi ndarë studion e në fest për muaj të tërë. Jam shumë krenare dhe shumë e lumtur për triumfin e saj në festivalin e këngës në radio televizionin e Kosovës. Sigurisht ai është një festival i ri, po që premton shumë, dhe ti dhe triumfi jot për mua ishin qershia mbi tort. Kur të pash atje u emocionova, u kënaqa, e shijova, sepse Arsi është një nga të gocat e arta, një vajzë modeste, një vajzë që punon shumë, që studion, që vrapon, dhe ka një talent shumë të madh, i ka falur Zoti një zë të jashtëzakonshëm. Je dakord me mua, Sergio? Çfarë do thuash ti për Arsin tim? Le të themi kështu. Unë Arsit ja kam thënë që në fillim që jemi një orë, është një nga zërat më të mirë shqiptar, artist të rinj, kështu që do të ketë një karrierë shumë gjatë, dhe unë i uroj shumë suksese për festivalin, po kjo është mendoj një rinisje që Arsi të vazhdoj përpara dhe unë jam shumë e lumtur dhe uroj me shpirt, sepse është mbi të gjitha një vajzë shumë modeste dhe shumë punëtore, dhe shumë sakrifikon. Shumë faleminderit Sergio për sjelljen e këngës. Që fillim se ne do vazhdojmë të flasim pak më gjatë për këtë moment tëndin në Kosovë, por jo vetëm, për gjitha projektet dhe jetën tënde. Do të ndjekim një insert që ka bërë gati stafi, ne ka bërë gati Tea me shumë dashuri. Faleminderit. Kështu që do të rikthehemi pas pak. E rritur me pasionin për muzikën, Arsi Bako e nisi rrugën e saj artistike që në moshë të vogël, por ishte gjimnazi, ai që hapi skenën e parë të vërtet. 3 vite radhasi, ajo u vlerësua në kompeticione shkollore, duke treguar që zëri i saj nuk ishte thjesht talent, por premtim. Më pas, Arsi u ngjit në skena të mëdha si Festivali i Këngës, duke u bërë një prej zërave të rinj më të spikatur. Arritja e saj më e fundit dhe më e madhe vjen në Festivalin e Kosovës, ku nderua me çmimin e kryeqytetit dhe çmimin e parë Diamanti Blu, me këngën Reze Zjarr, krijuar nga Gjergj Kaçinari. Për te i muzikës, Arsi studion paralelisht arkitektur, ndërsa vazhdon të performoj live në evente të ndryshme. Ajo ka publikuar dhe albumin e saj Bridges, në bashkëpunim me Rida Bekën, një projekt që i hapi dyer drejt Zvicrës dhe bashkëpunimeve të tjera artistike. Arsi Bako vazhdon të rritet, duke dëshmuar se kur talenti kryqëzohet me punën, rruga të çon vetëm drejt suksesit.
Ja ku jemi ullur këtu pra tek rubrika On dhe ti, shiko, jam shumë e kënaqur që të kam përballë. Për të folur për këtë moment tëndin artistik, i cili erdhi më në fund, sepse gjithë e dim sa e talentuar je ti. Unë madje kam një ndjesi që dhe pa kohë do të kemi në Shqipëri dhe do na fluturosh diku dhe do ta kujtojmë këtë intervistë dhe do themi e mban mend atëherë kur thej që i ke rrugët e hapura, sepse vokali jot dhe përkushtimi jot dhe pasioni që ke për muzikën është i dukshëm dhe modestia jote është për tu vlerësuar dhe gjithë puna dhe kurajoja që ke për të ecur përpara. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë moment të Kosovës. Më thuaj pak për këtë bashkëpunim me Gjergj Kaçinarin, për këtë këngë, për momentin e triumfit dhe si shkoi gjithë gjëja atje në bukuri. Ka nisur me pozitivitet dhe ka mbaruar me kaluar pozitivitetit. Domethënë, që në fillime të nisjes së këtij procesi, jemi mbledhur me Gjergjin në kafe për të folur për projekte të mundshme, donim të bënim një bashkëpunim së bashku. Dhe propozimi i parë që erdhi ishte për festivalin e këngës, sepse unë me Gjergjin kam punuar dhe 2 këngë të tjera që nuk kanë dalë akoma. Domethënë një bashkëpunim shumë frytëdhënës. Gjergji muzikant ekstremisht i talentuar. Jam shumë e lumtur me këngën që kemi bërë së bashku. Ai ka shkruar edhe tekstin, ka kompozuar edhe muzikën. Edhe domethënë kemi patur një kimi shumë të bukur edhe në studio gjatë kohës që regjistronim, po edhe gjatë procesit, gjatë provave dhe vetë në skenë, sepse Gjergji ishte pjesë e bandës që luante live në festival. Ishte një kënaqësi shumë e madhe të punoj me të dhe gjithashtu që të dirigjoj kënga nga Alfred Kaçinari. Reze Zjarri është kënga e cila fitoi edhe çmimin e parë në këtë festival. Si ishte konkurenca, si e pe le të themi krahasuar me festivalin e këngës në radio televizionin shqiptar, ndjesinë dhe konkurencën atje në Prishtinë? Në fakt nuk ndihej si konkurencë, ose më saktë nuk ishte ajo konkurenca me cilën unë jam mësuar. Gjërat ishin më të buta? Ishim të gjithë shumë miqësor me njëri tjetrin, edhe kush, më thënë, mundoj se cili gjente mundësim për të afruar me këngëtarët e tjerë. Si këngëtar kosovar ashtu dhe shqiptar, kemi qenë gjatë gjithë kohës bashkë në backstage, kemi patur mundësi për të folur, për të ndarë eksperiencat, çdo gjë ishte shumë e ngrohtë, nuk ishte asnjë lloj armiqësie apo diçka. Po më thuaj që këtu skenat kanë qenë pak më të ashpra, le të themi, më të ftohta? Ndoshta në mënyrë indirekte, po është ndier ajo ftohtësia. Në distancimi, pra jemi për të konkuruar, nuk jemi miq. Po, secili ishte me synimin për vendin e parë, nuk donte t'ia lëshonte njeriu tjetër, ndërsa këtu ishte pak më ndryshe. Po kam idenë që edhe mungesa e skenës e Eurovisionit si çmim të parë. Sigurisht e presioni i madh që mund të kesh. Sipas teje, çfarë e bëri fituese këngën tënde në mërinë e këngëve që u prezantuan aty? Patjetër cilësia e këngës, orkestrimi i Gjergjit. Ka dalë shumë bukur live, më pëlqeu shumë orkestruar edhe me violinat, sepse nga versioni studio mund të them që ky është ndryshimi, më sa e kam dalluar unë. Përveç asaj energjia që ka sjell në skenë ajo këngë dhe të gjithë që më kanë këshilluar mbrapa apo më kanë thënë komentet e tyre ka qenë një këngë ndryshe nga gjitha këngët e tjera të festivalit, një këngë që sillte risi dhe energji, edhe më kanë komplimentuar edhe për performancën time, kështu që besoj. Nëse regjia e ka këtë këngë, nëse e kemi gati dhe mund të kemi një mundësi që ta vëmë, le ta bëjmë gati dhe vetëm më konfirmoni, ndërkohë që unë vazhdoj dhe bisedoj me Arsin, e cila në fakt në këtë moment po shijon ende këtë triumf. Mendon që të dha një njohje më një herë edhe në Kosovë? Nuk di si e ke patur ti qasjen me audiencën në Kosovë, pra me publikun e Kosovës përpara këtij momenti? Në Kosovë kam qenë para një viti për live në lokale. Por jo diçka që të kishte lidhje me karrierën tënde? Ka qenë një festival faktikisht që nuk njihesha si emër, po më kanë duar trokitur pas asaj performance, sikur të kishin vite që më njihnin dhe unë jam ndjer shumë e lumtur dhe kisha ndjesinë që po njësoj do kënaqesha edhe këtë herë. Me çmim ose pa çmim, thjesht do ndjeja vlerësimin nga publiku kosovar. Ja ta ndjekim pak këngën? Jo nuk ka kufi. Shpirti kërkon larg, ku nuk ka volum. Zemrat e më fort, jo nuk dalem dot. Shpirti mbyll, gjithë skandal, tu bile, tu
këngë e fortë e cila në fakt të ka dhënë edhe mundësi që të hapësh vokalin tënd dhe të nxjerrësh të gjithë ngjyrat e forta dhe ti këtu është një rrymë pop rock. Apo jo? Unë në fakt nuk e di sepse kam pasur gjithmonë këtë asocimin në mendjen time që ti je shumë tek muzika më jazz, më soul, më dark. Faktikisht më kanë thënë që zëri im përshtatet shumë me ato zhanra. Po nuk e di, as unë nuk e kam gjetur akoma ku jam tamam. Je shumë plançe, do të thotë në muzikë, do të thotë që mund të ulesh dhe të ngrihesh. Besoj që po, besoj që po. Kam punë shumë me teknika, domethënë, duhet përmirësohem akoma për të i kaluar edhe ato kufit e mia që i kam pak a shumë, po mendoj që janë në një rrugë. Edhe me teknikat, se ndërkohë je studente për arkitekturë. Je sigurisht motra e dy vëllezërve që sigurisht mund të duan dhe ata kohën e vet përveç gjërave të tjera. Ndërkohë që punon, siç e the edhe vet me live-et gjithmonë. Në mos live-et me siguri që në një spektakël siç ke qenë me ne do të jetë dikush. Si a del Arsi që ti bëj gjitha këto? Duke i vjedhur pak kohë vetës, pak orare, të lutem Fjodora se kam një provim, po në përgjithësi bëj copa që ti ishte aty. Kështu, thjesht, nuk e di pse, po kam një mani për të mos thënë jo, edhe vinë gjërat dhe nuk e kuptoj se si vinë, dhe thjesht i bëj, jam pak e keqe në organizimin e kohës, me dhe të drejten, por mundohem t'i bëj gjitha, sepse kam idenë që sa më shumë punoj dhe sa më shumë të arrija, apo sa më shumë shfaqje të kem në publik, apo thjesht të këndoj në vendet ndryshme, aq më shumë rritem. Dhe unë shqoj pa fund çdo gjë që bëj. Që kështu, nuk e di, kohën e lë pak si më njanë edhe thjesht bëj gjërat. Koha pastaj rregullohet vetë. Me vëllezërit si e gjen kohën? Je motra e madhe, dy vëllezërve më të vegjël. Tani, vllai që është pak më i madh, domethënë, më i vogël se unë, por më i madh se vllai tjetër, që është 2 vite më i vogël se unë. Kohët e fundit është bërë shoferi. Kështu që kohë që... E gjithë familja të lumtur pas festivalit të këngës dhe triumfit, ai është bërë shoferi. Mbaron në një punë se e ka parë i shkreti që nuk e del do të ndryshe motra. Falenderoj pafundësisht shumë, sepse shumë gjëra nuk doja dilja do të mbanë edhe pa të. Koha që kaloj me ta nuk është aq që gjatë sa duhet jetë faktikisht, po kjo është për angazhimeve edhe të mia dhe të tyre, sepse që në vogëli, babi jonë është kujdesur që ne të kemi patur gjatë gjithë kohës angazhime të tipit kurse ka më të ndryshme, jo basketbol, gjuhë të huaj. Gjithë prindrit e bëjmë gabimin për i futur. futur. Nuk është gabim, nuk është gabim. Është mirë Unë mendoj që unë e kam futur në notë, në piano, në basketbol, tani në futbol. Unë ja kuptoj tani atë vlerën që këto kurse kanë patur, sepse jam zhvilluar personaliteti im është zhvilluar në mënyra të ndryshme, sepse është dashur të përshtatem në... Disa plane. Po, dhe kjo patjetër që ka shumë të bëj me atë që unë jam sot, dhe me konfidencën që unë arrit të kem në skenë, kam idenë, sepse është pak e vështirë. Po, nga fakti që kam qënë në dalje të ndryshme që e vogël, kam qënë në balet. Po, do me thënë për 3 vjetresh kur ke qënë gjimnaz, ke marrë dhe çmime. Po, tek Tirana Art Fest. Sigurisht. Ke pasur gjithmonë një qasje muzikore të dukshme. E me gjitha të për shkollë të lartë nuk zgjodhe kanton, por zgjodhe arkitekturën. Pse? Apo për të pasur një gjë të sigurt aty se nuk e di si shkon me këto? Faktikisht unë me dëshirë do kisha dashur të vazhdoja diçka në lidhje me muzikën, por e kam gjykuar të duhur që të kisha dhe një shkollë tjetër, një profesion që do të më siguroj të ardhmen. Qoftë, domethënë unë dua t'i vazhdoj paralelisht, sepse edhe arkitektura që unë kam zgjedhur është një deg jashtëzakonisht shumë e bukur, që edhe tek mua po rritet pak e nga pak dashuria që kam dhe për të, po thjesht muzika nuk po e lejon shumë që të marri përparësi. Gjithë angazhime, sigurisht kur ke festivale, ato duan kohën e vetë, përgatitjen, të vjedhin pak kohë nga pasioni jo që mund tjetë edhe arkitektura në këtë mes. Por unë mendoj që në një moment, do me thënë, paset marrë shkollën, ndoshta do t'jem pak më i qartë, me gjërat, pra do të kemë shumë kohë për të menduar sa kohë duhet t'i jap cilës gjë, edhe ndoshta dhe arkitektura do zëri vend pak më mirë në jetën time, pak më vonë. Nuk e di, po për momentin jam pak më shumë e përfshirë tek muzika. Apo të tolerojnë pedagogët e njëri të, apo ta marrin si një sukses që duhet, apo po ta vështirësojnë jetën? Në fakt kanë qenë shumë mbështetës. Janë shumë mirë kuptues kur unë i them që më duhet të largohem pak më herët, apo sot do të qëndroj pak më pak në klasë, apo nuk e kam bërë këtë detyrën për kësaj apo për kësaj arsyeje. Unë mundohem të jem sa më korrekte, sepse e di që është vështirësi edhe të bëhet ai diferencimi midis studentëve,
Po edhe shokët e mi të klasës janë shumë mbështetës njëkohësisht. Domethënë, ndërkohë që mund të ishte mundësia për të thënë si duhet të tolerohesh ti që ke aktivitete, ndërkohë që ne trajtohemi ndryshe, po jo, kanë qenë shumë mbështetës dhe ata dhe shumë mirë kuptues. Dhe i falenderoj shumë. A i ke dhënë ti në mbështetje dhe shkollës me talentin tënd apo? Besoj që po, edhe shkolla është tjerë krenare me mua dhe ka postuar çdo arritje time dhe shoh që ndihen mirë me. Ndërkohë që ke tentuar edhe moderimin, pra edhe te kjo pjesa ke dashur që të hysh, apo këtë kishe vetëm një hobi momentit, e shikon? Nuk e di. Kjo mbase mund të zhvillohet pak më vonë, po doja ta provoja edhe këtë. Shiko se po na rrezikon tani. Na dalësh edhe këngëtare, dhe prezantuese, dhe edhe ne... Unë qëndroj te kënga, ato kam parësore. Të tjerat pastaj. Cilat janë projektet në Sirtar? Ti më thej që diçka kishe punuar me Gjergjin, ke diçka tjetër. Në fakt, nuk duhet të haroj pa prekur albumin tënd Bridges, sepse e tham edhe në insert, është shumë i rëndësishëm për të thënë që qasja që ke bërë nëpërmjet Spotify ka bërë që ai të dëgjohet dhe të të hapi rrugët e bashkëpunimit në Zvicër apo dhe në vende të tjera. Tani, albumi është punuar në Zvicër, sepse Erida Bega, që e falenderoj shumë për këtë album të mrekullueshëm që më ka dhuruar, është mike e hallës time. Dhe rastësisht ajo më kishte dëgjuar ndërmjet Suela Bakos, që e përshëndesim dhe të cilës i ka bërë në fakt një përshëndetje live këtu në emision kur i kishim të ftuar të dy bashkë me Romirin, nuk na e kurseu qasjen. Patjetër, asnjëherë nuk kursehem për hallën. Siç ajo nuk kursehet për Ashtu. mua. Edhe unë me zi më pres bëjmë hallë, po ja, avash, shpresoj. Me Eritën jemi njohur nëpërmjet hallës. Ajo shprehu interesin për të më dhënë një nga këngët e saj. Dhe jemi takuar këtu në Tiranë para 2 vitesh më duket. Dhe unë kam dëgjuar një nga këngët e saj. Dhe pastaj kam dëgjuar më tej krijimtarinë e Eridës. Ajo punon shumë. Do të thënë, profesioni i saj nuk është në lidhje me muzikën, ajo është psikologe dhe njëkohësisht vazhdon pasionin për muzikën. Puna jote që do jesh arkitekte dhe do merresh me muzikë. Po, dy gjëra që lidhen bukur. Janë disa rryma, le të themi, alternative apo jo aq të dëgjuara në treg. Dhe unë jam habitur faktikisht me kreativitetin që Erida kishte dhe e ndjeva si të nevojshme që ta kishim këtë bashkëpunim bashkë, edhe me njëherë pranova. Ditën e parë që jemi takuar unë më pas kam shkuar tek shtëpia e Eridës dhe kemi regjistruar këngën e parë. Sigurisht jo versionin përfundimtar, po ishte aq e ndjerë ai regjistrim, saqë mund ta kishim nxjerrë atë shumë mirë, po nuk e bëm. E kemi për ta shijuar ne vetë me një. Sa këngë ka albumi të Bridges? 7 këngë, ku njëra është në 2 versione të ndryshme. Më vjen mirë. Mendon që në një të afërme mund të realizosh një koncert tani që këngët po shtohen, repertori jot ke të paktën 3 pjesëmarrje në festivale, duke përfshirë edhe festivalin e Kosovës, edhe 7 apo 8 këngë album, ja ku bëj një koncert. Pse jo? Pse jo. Por kam dëshirë në fakt që projekti i radhës jetë ndoshta një album apo një EP me këngë të mia të personale, sepse edhe unë kompozoj, po nuk kam patur mundësinë që të jap jetë këngëve të mia. Do të thënë janë akoma tek celulari im, në voice recording, vetëm me zë dhe me kitarë ose vetëm me zë dhe me piano. Ti edhe kompozon në fakt, ma ke thënë këtë gjë, kështu që mendon që një EP do të ishte ideale të paktën me këngë që ti i ke krijuar vetë. Besoj që po, ajo duhet jetë hapi i radhës, mendoj. Sa këngë mund të përfshish ndoshta 5, 6, sa kam 20 që i kam shënuar. Nuk janë të plota faktikisht, sepse punoj në një mënyrë të çuditshme që sot më vjen një këngë, pastaj e lë për gjysmë dhe më vjen një tjetër 1 minutë mbrapa. Pastaj bëj një pushim një javor dhe i kthehem prapë dhe ose vazhdoj me të njëjtën që eci pak më tepër me procesin ose më vjen një herë e fare, kështu që nuk e di, por i kthehem her pas here sepse domethënë unë e gjykoj me këtë që mua më ngelin motivet e këngëve që unë kompozoj vetë, kështu që mendoj që kanë vlerë. Po. A kanë ndonjë këngë në mënyrë të veçantë me cilën je më e lidhur se këngët e tjera? Është pyetja në fakt më e zorshme që mund të bësh një krijues si një artisti, sepse tek e fundit të gjithë jetojnë për këngët e tyre dhe i kanë ato një lloj, por në ndonjëherë një situatë, një moment, një krijim, një ndjesi, mund të jetë një gjë që na shënjon. Nuk e di pse kam qenë shumë euforike dhe e lumtur me këngën Zgjohu, që kam bërë me Denis Himan në festivalin e RTS-s, edhe ajo më erdhi në mendje tani, nuk di ta shpjegoj pse. Ndoshta për faktin se dhe festivali i RTS-s është më i madh dhe sido që tjetë emocionet janë një çik më të mëdha, orkestra, ndjesit. Kam shkuar dhe tekstin e asaj këngë dhe ndoshta e bëj dhe këtë lidhje se e ndite nevojshme që të jem pjesë e këngës në një mënyrë ose në një tjetër.
Kështu që mbase. Do të fusesh pak do çka aty me patjetër që të merresh, nuk rri dot. Që ta ndjej plotësisht këngën. Arsi, unë të falenderoj shumë që isha mua këtu sot, të uroj shumë suksese me projektet e tua artistike. Uroj dhe shpresoj që ti me këtë gur që vendose në karrierën tënde në festivalin e Kosovës të ecësh përpara dhe të shkëlqesh edhe në festivalet të tjera. Besoj nuk mbarojnë këto festivalet janë një ti ke qenë dhe do t'jesh, kështu që nuk mendoj që me këtë gjë mbyll këtu. Kështu që faleminderit që ishe te unë sot. Shumë faleminderit. Faleminderit për bisedën dhe për gjitha urimet e bukura. Shumë faleminderit. Faleminderit. Këtu pra përfundojmë me çastin e dur dhe për sot. Faleminderit shumë Sergio për të dyja performancat që sot patëm kënaqësinë që t'i kishim në këtë emision me të ftuarat tona. Kemi pasur shumë këngëtare, sot 3 plot. Të treja vajza shumë të talentuara dhe që sigurisht s'kanë synim festivalet, duke ju uruar të gjithave ju suksese dhe atyre që na ndoqën duke i falenderuar. Takohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.